Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar ligjin për politikën e mbrojtjes prej gati $1 trilion, ku përfshihet edhe Kosova. Dokumenti thekson rëndësinë strategjike të Kosovës si pjesë e Ballkanit Perëndimor, ku riafirmohet angazhimi i SBA-s për paqe, stabilitet, demokraci dhe zhvillim ekonomik në rajon. Kosova përmendet si një nga 6 shtetet kyç të Ballkanit Perëndimor, ku stabiliteti i saj lidhet drejt për drejt me sigurinë europiane dhe interesat strategjike të SBA-s. Paqja e vazhdueshme, stabiliteti dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor është direkt i lidhur me mundësitë për përparim demokratik dhe ekonomik që u ofrohen qytetarëve të këtyre 6 shteteve, thuhet në dokument. Në një nga pikat e rëndësishme të dokumentit është qëndrimi zyrtar i Kongresit Amerikan për dialogun Kosovë-Serbi. Aty marrëveshja e 2023-s për normalizimin e marrëdhënieve konsiderohet hap pozitiv, ndërsa kërkohet përparimi menjëhershëm në aneksin e zbatimit. Riafirmon se zgjidhja përfundimtare duhet të bazohet në njohje reciproke dhe kundërshton qartë çdo ide për ndarje territoriale, shkëmbime apo rishikim kufish mbi baza etnike. Akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare 2026 autorizon një rekord prej $901 miliard në shpenzimet ushtarake vjetore, $8 miliard më shumë se sa kërkoi Trumpi.